Të shkojmë pak më tej, të shkojmë pak në Qipro. Në Qipro, në vitin 2018, u bë një projekt i ngjashëm me atë që sot është në Zvernec. Prapa idesë së krijimit të një rezorti, u investua pastaj në ndërtimin e një sër pallateve, apartamenteve, vilave, dhe në vitin 2018 raporton agjencia izraeliane Kan, pra agjencia izraeliane Kan, jo një agjensi e huaj, por një agjensi vendase, thot që në vitin 2018 popullsia ebraike në Qipro arriti në 6500 persona. Në prill të vitit 2024 përsëri kjo agjensi lajmesh Kan thot që u arrit në 12.000 antar të komunitetit izraelit në Qipro. Supozohet dhe në bazë të rritjes së natalitetit që kanë të lartë populli izraelian, supozohet që pasi ka një prurje nga 3.000 deri në 5.000 antar të ri çdo vit në Qipro nga Izraeli, supozohet që në hark 10-15 viteve popullsia izraeliane në Qipro të arri nga 20 deri në 25% të popullsisë totale të vendit. Bëhet fjalë për komunitete autosuficiente, siç ajo që ishte në plan në Itali, të cilat prodhojnë gjithçka brenda për brenda. Nuk sjellin të ardhura në ekonominë lokale, pasi ato kanë një autogestion që është për t'i pasur lakmi se si veprojnë. Kanë sinagogat e tyre, kanë shkollat e tyre, kanë spitalet e tyre. Mos është një gjë e ngjashme ajo që do bëhej edhe në Shqipëri, apo që është në projekt për të bërë edhe në Shqipëri. Pra mos është që rreth atij rezorti, që është fjala rezort, i trondit njerëzit nga ideja që po vinë parat, po bien nga qielli tash dhe po u bën të gjithë pasur. Nuk është se aty në plan janë dhe ndërtimet e një sër godinave tjera, qoftë për të banuar, qoftë të vilave, qoftë të sinagogave, të spitaleve. Aeroportin e morën vesh që është bërë aty me porosi, kanë dhe portin e tyre, kanë dhe ishullin e tyre, kanë rreth 16-20 km bregdet. Pra, mos është tendenca për të krijuar dhe aty një komunitet autosuficient, një komunitet që vepron pothuajse krejt i pamvarur, një komunitet që ka autonominë totale pasi është në tokën e tij, në drejtën e tij, nëse ajo finalizohet. Ne duhet që sot të zgjohemi nga gjumi.